Këngëtarja njohur Xhencila Mirtezaj ka festuar ditëlindjen e saj të 33, por ky vit nuk ka qenë thjesht një festë e radhës. Përmes një postimi mjaft personal dhe emocionues në rrjetet sociale, ajo ka cilësuar këtë moshë si një simbol ringjalljeje dhe force pas një periudhe të vështirë. Në rreshtat e saj, Xhencila la të kuptojë se viti që ran pas ka qenë një sfidë e vërtetë, duke u shprehur se u ndjej sikur mbijetoi një jetë të tërë brenda një viti. Xhencila u ndal veçanërisht tek forca e gruas dhe përballja me paragjykimet apo sulmet, duke shkruar: "Mësova këtë vit që gruaja nuk thyet nga balta që i hedhin, ajo bëhet më fort prej saj. Sot nuk festoj vetëm ditëlindjen, festoj veten që u ngrit, që nuk u dorëzua dhe që vazhdon ta zgjedh jetën e saj." Ky postim vjen si një konfirmim i një kapitulli të ri për këngëtaren, e cila deklaron se sot ndihet më fort, më qetë dhe më unë se kurrë. Kur në ndajnë vetëm pak ditë nga finalja e madhe e 18 prillit, gjendja emocionale brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania është në pikun e saj. Banorja Brikena Selmani ka bërë një deklaratë të fortë dhe të papritur, duke rrëfyer se presioni i lojës dhe frika nga perceptimi i publikut e kanë rënduar temase. "Mendoj se më kanë paragjykuar." Brikena ka shprehur hapur shqetësimin e saj se si është parë nga jashtë gjatë gjithë këtyre muajve. Ajo pranoi se sapo të përfundoi rrugëtimi i saj në spektakël, hapi i parë që do të hedhë është vizita tek psikologu. Kjo deklaratë ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa një pjesë e ndjekësve e shohin si një shenjë sinqeriteti dhe thyrje të tabuve, të tjerë e shohin si një reflektim të lodhjes psikologjike që shkakton formati i Big Brother. Mbetet për të parë se si do të jetë dalja e saj dhe se si do të pres Brikena komentet e publikut pas finales së madhe me 18 prill.